Si të duket pas kaq shumë vite që kanë kaluar, si të duket që Shqipëria nuk e ka ende atë industri në një farë mënyre të lavdishme për kohën e saj, për kohën dhe për fuqitë e saj që kishte. Kohët e fundit nga viti 2004 deri në vitin 2010 kam punuar në sektorin e projektimit të minjerave në Institutin e Minjerave në Tiranë. Dhe erdhe një grant japones për $1 milion për reaktivizimin e minjerave të Ekurnik e Lidet Kromit. Dhe në atë grup kam qenë dhe unë me ta. Ishte titëm gjithë minjerat dhe konkluzioni që i dham qeverisë atëre ishte reaktivizimi minjerave dhe mbas reaktivizimit të minjerave përpunimit të bëjë në vend. Nuk ka më leverdi që të marrë gurë dhe eksporton në Çeki mbas kohës çlirimit i themon mbas 90-s. Çlirimi është? Minerali qoj në... Ikte, lëvizte, ndërkohë do të bërë atje, po. Në Maqedoninë, në kombinatin metalurgjik të Maqedonisë, me një çmim qesharak, dhe shkurt muhabeti që më zgjatëm konkluzioni tamam, ishte që mineralet e kromit dhe Ekurnikit duhet të përpunoheshin në vend. Edhe natën e përcjelljes që ishim në Tiranë, më pyeti kryetari i grupit japones, Vaso ç'a mendimi ke? I thash, nuk heq dorë nga mendimi, çdo gjë duhet përpunohet në vend. Kur u kaloi industria minerare në konservim, unë kam qenë në ministri. Ishte gabimi më i madh që u bë në atë kohë. Kalimi i minjerave në konservim solli shkatërimin e minjerave. Paguheshin njerëzit pa punuar, punëtor konservimi. Filloi vjedhja e kablove, shinave, tubave, besa psa shitën dhe pajisjet, që ne i kishim blerë me $60.000 një mikroskop, ose një fadrom e vogël në toke, i shitën për skrap në Malëzi. Dhe i propozuam, kemi qenë rreth 50-60 specialistë në Elbasan, dhe i propozuam në qeverisë që minjerat të mos mbyllen. Bota nuk mund të jetoj pa ekur, pa nikel, pa bronce, më thëtë tash. Për çdo gjë në gjitha fushat e industrisë. Të mbahen me prodhim minimal. Edhe nuk do ishin shkatruar, edhe do ishin në gjendje të mirë. Sot vetëm në beton ju e dini shumën që mund të ketë kushtuar ajo minierë në Prenjas? Ndoshta me përafërsi? Ose të paktën kullat, apo janë llogari që se këto kanë qenë në lidhje me objekte me kino. Qartë, i kanë ata ato sekretet e kostove. Gjithë pajisje, makinerie, deri te edhe materiale, domethënë në nën tokë, stacioni elektrik, po marrin shembull, kishte ujë, po në stacioni elektrik i tensionit lartë nuk duhet të ketë avuj dhe ujëra. Po. Edhe qerezitin, një material qimentoje, që është material kundër ujit, i sillnin që nga Kina që i sovatonim nga brenda dhomat në stacionit elektrik të tensionit lartë. Në besap, çdo gjë vinte që nga Kina. Me shina, me tubo, gome, hekuri, makineri, pajisje. Koha kalon dhe... Por mua shkollën ma kanë bërë kinezët. Kinezët? Më mësonin. Atyre u falesh për... Si mere i fleta e vigjatimit, si formatoj, si kuadratoj, si e vishin kvotat, si i dheshin punimet horizontale, vertikale. E më thetë tash. Pastaj na thithë edhe një qikë pëmpacia, si i thonë, dhe e mësua mirë zanatin dhe fillova të projektoj horizontet kryesore dhe cimentimet ballore të posit kryesor në Prenjës. Kemi bërë çpime me sondë, me rreth 25 metra thellësi në formë në infustanele. Kemi injektuar solucion cimentoje me ngrirës, dhe pastaj kemi rihapur për këto 25 metra
kolonën e pusit, për të cilën falenderoj pafundësisht gjithë minatorët, inxhinierët, kolegët e mi, teknikët, kanë sakrifikuar shumë në atë minierë.